Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirdita miq të televizionit Arbëria dhe mirë se po takohemi edhe sot bashkë me një energji të mirë, ani pse me lodhje sepse kemi pasur angazhime tërë ditën. Por këtë nuk ua kemi bërë shikuesve tonë dhe kështu po munduhemi që të sjellim energji më të mirë, tema, trajtime të cilat na prekin gjithë secilin nga ju në familje dhe nga ne. Por kur kemi të bëjmë me raste të ndjeshme, me vrasje, me dhimbje, normalisht që s'mundemi edhe nuk kemi mundësi që të ikëm këtyre rrethanave, për shkak që nëse nuk diskutohen apo nëse nuk trajtohen, normalisht që do të na përsëriten në një të ardhmen të shpejtë. Sot kemi në studio bashkë me Donën, një kolege timen, që vjen në cilësinë e sociologës, ani pse është gazetare dhe bashkëpunojmë, dhe është pjesë shumë e rëndësishme e televizionit. E kemi një mysafire që kam shumë për qef dhe realisht është ko ka bërë kohë që se kam takuar. Është Besarta Breznica, vjen nga rrjeti i grave të Kosovës, një zë shumë i madh për gjitha rastet që kanë ndodhur sa i përket vështirësive të grave, edhe barrierave, stigmave, dhunës nëpër të cilën ato kalojnë. Mirë se u takuam, Besartë. Mirë se ju gjatëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që ke gjetë kohën, e di që e ke kohën shumë të kufizuar. E para punës në vonë mora vesh tash që e bën anë dhe urime në Besart. Faleminderit shumë. Urime e di që është ndjenjë shumë e përgjithësi, po ndjenjë më të mirë se besoj që kemi pas ndonjëherë. Definitivisht. Edhe po më shumë mirë në këtë aspekt. E Dona po ashtu është nanë edhe din ndjenjen e të qenurit nanë, bile e Dona shumë më herë kurse dashur. Tash ti po mendojnë që e ka shoqë çikën, po kështu ani dhe neve na bën kështu e Dona, apo jo? Po, çaj. Do të flasim Besart fatkeqësisht, ju kemi thirrë me fol për punën e vrasjeve që ndodhen së fundi, ajo e fundit që na atakohet gjithëve në Vushtre, në komunën e Vushtres. Ai personi burri i cili e vrau atë gruan, pastaj u vret. Ende pa u varru saj, ndodhi një vrasje tjetër në Prishtinë. Po këto janë të vetme, kanë ndodhur edhe më shumë se 50 e diçka raste të grave të cilat janë vrarë në vende edhe rrethana të ndryshme. Unë e di që keni shumë punë edhe angazhim tepër të madh duke i dhënë mbështetje të gjitha këtyre rasteve. Çka po bëni momentalisht? Rrjeti i grave të Kosovës ka të angazhuar avokat dhe monitorues në gjykatat Kosovës. Gjithmonë kemi qenë të fokusuar me informu gratë për drejtat e tyre dhe ku ato munden me kërku ndihmë. Në anën tjetër jemi mundu gjithmonë me u jap një mbështetje grave në mënyrë që ato me pa që janë të përjetu dhunë, sepse kur jetu në një cikël të dhunës edhe në një ambient abuziv, shpesh herë edhe nuk e den që ti je viktime dhunës në familje dhe mishnohesh me krejt gjanat që po ndodhin dhe i merr si të mirëqena. Përveç kësaj, avokati përfaqëson viktimat në seanca gjyqësore, monitoruesja monitoron seancat, edhe mbi të gjitha rrjeti i grave të Kosovës është i fokusuar në ndryshim të legjislacionit, gjithmonë jemi në krye të listave ndoshta, me dhënë komentet e tona sa më të mira që ligji të jetë sa më efikas në mënyrë që institucionet të mos kapen ato që nuk kemi legjislacion në mënyrë se nuk po kemi se qysh me i dënu dhënusit. Vlen të përmendet që Kosova ka pjesën legislative shumë të mirë, ka në përputhje me konventin e Stambollit, me të gjitha konventat ndërkombëtare. Ajo se çka na çkalojmë edhe çka rrjeti i grave të Kosovës e sheh përmes hulumtimeve të saj edhe çka e sheh në terren, është se gjithmonë ndeshemi në zbatim të ligjit për shkak të normave patriarkale, për shkak të mendësisë së institucioneve në çka ata besojnë edhe në çka ata thirren. Gjithashtu rrjeti i grave të Kosovës ka bu monitorimin e përgjigjes institucionale për 4 vite dhe në prill të këtij viti do dalë me një raport hulumtues në të cilin janë matë qëndrimet, besimet e zyrtarëve institucional dhe në të njëjtën anë se sa e kanë zbatu ata ligjin të cilin na e kemi në fuqi. Për me ndalë të vrasjet e fundit, vrasja e fundit e një gruaje të nënkalimi në Vushtre është një thirrje kolektive që si shoqëni me reflektu mbi ato, se sa na po i respektojmë gratë, sa na i shohim ato si qenje të pavarura njerëzore dhe nuk i shohim si objekte me cilat na mundemi me bo çka të dojmë. Përveç kësaj
duke mos u fokusu vetëm te vrasja e një gruaje, po mirë po të gjitha vrasjet që ndodhen kohëve të fundit. Gjithashtu kjo është një thirrje për institucione se si institucionet duhet me kontrollu më shumë tregun e zi e blerjeve të armëve. Përveç kësaj duhet me u respektu rreptësisht ligji për dhënien e armëve me leje. Rrjeti i grave të Kosovës ka pasur raste të cilat personat me diagnozë nga psikiatria kanë pas armë me leje, kjo është tetë e rrezikshme. Përveç kësaj, shteti duhet me vepru menjëherë në mënyrë që të konfiskohen të gjitha armët në Kosovë. Po shohim që burrat nuk e kanë nivelin e pjekurisë të mjaftueshëm me ditë se kur munden me përdor armën edhe kur nuk munden. Kështu që nuk e kemi të nevojshme që burrat të kenë armë, sepse jeta e grave vazhdon të jetë shumë në rrezik. Ju keni edhe juristat që merren drejt për drejt me rastet në seanca dhe me gjyq derisa të vinë deri tek hetimi, pse deri të shkoni në fund në rast. Realisht kësaj dhe unë e di këto më së miri. Besoj sepse kam pasur përvoja personale me rrjetin e grave, për cilat e keni dëshmuar veten që jeni shumë përkrahase, shumë mbështetëse atëherë kur duhet të jeni, dhe e kam parë që jeni tepër të strikte dhe tepër të drejtë për drejta. Sa jeni të mujt me i dalë në fund dhe sa jurista i keni, sepse unë mësoj e di ka shumë raste të cilat ju i monitoroni po kapacitetin e punëtorëve të stafit, të them, kështu që është mundin me menaxhu. Në aspektin e juristave jemi shumë të mangët. Fatkeqësisht e kemi vetëm një avokat, i cili mundohet, muj me thonë më shumë në baza vullnetare me punën, për shkak që ka punu gjatë me viktima të dhunës në familje, e den e njeh mirë problematikën e punës, edhe dëshiron shumë që me ju ndihmu grave të cilat janë viktima të dhunës në baza gjinore. E kemi vetëm një jurist i cili është avokat në profesion edhe merr raste aq sa mundet, shpeshherë del edhe jashtë kapacitetit të tij vetëm e vetëm për mos me i kthy gratë mrapa. Përveç kësaj ne kemi bashkëpunim edhe me Klardin, organizatë tjetër e cila ofron ndihmë juridike falas, kemi bashkëpunim edhe me KLI-n, edhe kjo organizatë e cila ofron ndihmë juridike falas, kështu që në momentin kur na shohim që disa prej rasteve nuk jemi të mujt me dhënë maksimumin tonë dhe nuk jemi të mujt me i mbri, gjithmonë i referojmë tek organizata tjera të cilave ne u besojmë edhe dim që e bojnë punën mirë. Përveç kësaj kur na marrim një rast munduemi që nga fillimi me përcjell deri në fund, për shkak që problematika është e llojit të tillë, edhe nuk dojmë as nuk e lojmë kur një rast në gjys ose me kalu tek një avokat tjetër, sepse edhe ndrimi i avokatëve jo gjithmonë është përfaqësimi i njëjtë, jo gjithmonë është më i miri i mundshëm, kështu që rastet të cilat na i marrim gjithmonë mundohemi me i dërgu deri në fund. Nëse veç kisha mujtë ndërlidh, me që jemi tu bashkë bisedu, veç e përmene që të shtrirjen edhe monitorimin e rasteve, duke pas parasysh që edhe si rrjet i grave keni marrë kritika për shkak kësaj shtrirjes edhe monitorimit rasteve në komuna tjera. Ç'është gjendja në komuna tjera përveç kryeqytetit me rastet e dhunës, edhe sa e keni të lehtë qasjen në komuna tjera? Tu e pas parasysh edhe çto vështirësi që veç i përmende. Po, rrjeti i grave të Kosovës ka marrëveshje memorandumin me KXK-n, që do me thonë kemi një marrëveshje me të cilën na ju qasemi seancave. Nuk është shumë problematike me u qas në seanca dhe gjyqtarët me leju prezencën tonë, përveç se kur pala tjetër, avokati palës tjetër e kundërshton, ose nëse ka besim të fëmijëve, ose nëse fëmia është dëshmitar që është person më i ndihshëm, atëherë për me rujt identitetin pak a shumë të fëmijës edhe mos me u ekspozu ndaj shumë personave një fëmijë në seancë gjyqësore, padyshim që na hekim dorë nga ajo seancë, mirë po gjithmonë jemi në komunikim me viktimin edhe e dim se çka ka ndodhur. Ose marrim edhe proces verbalin ose na tregon ajo me fjalë, kështu që nuk është problematike. Vlen të përmendet këto që na prapë kemi vetëm një monitoruese, e cila monitoron seanca në qytete të ndryshme. Jemi më shumë të fokusuar në Prishtinë, për shkak që ndodhin më shumë raste të dhunës në baza gjinore në Prishtinë. Problematikat janë më të mëdha në Prishtinë. Qytetet e tjera janë edhe më pak me banorë edhe fatkeqësisht më pak raportohet dhuna, nuk më thonë që nuk ka dhunë në qytetet e tjera. Ka dhunë në qytetet e tjera, mirë po nuk raportohet në nivel të njëjtë që raportohet në Prishtinë. Kështu që detyrimisht kemi seanca më shumë të monitoruara në Prishtinë se sa në qytetet e tjera, mirë po edhe kur vazhdojmë edhe dalim në terren nuk e kemi të vështirë qasjen se gjyqtarët janë bashkëpunues në këtë aspekt edhe gjithmonë prezenca jonë ka qenë e mirëseardhur në seanca. Çka ish dashur ndoshta ajo si rrjet i grave, po dhe organizata tjera me bën në çto raste, për komuna tjera po flas, për me ngritë që të vetdijen e raportimit. Rrjeti i grave edhe mjaftueshëm
komplet pjesa e organizatave të shoqërisë civile kanë bërë shumë punë në terren, vazhdojnë me bërë shumë punë në terren. Rrjeti i grave të Kosovës ka mbi 140 organizata anëtare të cilat punojnë në komuna të ndryshme. Përveç kësaj, rrjeti i grave të Kosovës ka dalë në terren shumë shpesh me kampanja të ndryshme, ka vizituar shtete të ndryshme për me i fuqizu gratë në mënyrë që ato të raportojnë dhunën në baza gjinore. Mirë po, raportimi është kulmi e asaj kur një gru e merr guximin edhe shkon në stacionin e policisë. Do me thonë, për me çu një gru deri në stacion të policisë do të me i mendu këgja shumë dhe faktor të tjerë edhe me bind një gru që zgjidhja jote është që kjo edhe ti dush me shku që atë. Vlen të përmendet që kur ndodh dhuna fizike është dhuna finale. Një gru para se me ndodh dhuna fizike ka qenë viktime dhunës emocionale, psikologjike, ka qenë viktime dhunës ekonomike, gjë që e ka bërë shumë të dobët në aspektin ekonomik, edhe mbi të gjitha ka qenë edhe pjesë e dhunës seksuale në një lidhje martësore, sepse dhunimi mundet me ndodhe edhe në një lidhje kur dy persona janë të martuar. Kështu që për me bind një gru me shku me raportu dhunën në familje është këgja një pjesë sfiduse, për shkak që thash edhe ma herët, duke qenë që na si shoqëni e kemi presionin, stresin, dhunën psikologjike që është prej familjes. Do me thonë, na rritemi në periudat të tilla dhe rritemi në ambiente të tilla. Kështu që kur na ndodh një sen edhe te familja e burrit ose në raport me partnerin në të cilën ti jeton, ajo është vetë e mirëqen për ty. Do me thonë se ti e rrit në qase ambienti, mbi të gjitha ti e kini rreth të shoqënisë që ty të mëson edhe të fol konstant që ti dosh me duru të tjerët. Ti je aty nusa, je aty gru edhe ti dosh me duru krejt presionet që ty të vinë prej personave të tjerë. Mbi të gjitha hulumtimet e tona tregojnë që edhe kur ndodh dhuna seksuale mes një çifti të martuar, ata thonë po burrë çka ke prit atë. Domethënë ky është institucion, ky është gjyqtar, ky është mbrojtës i viktimave, ky është polic, është një person i cili e ka një grad, i cili duhet me njëherë me bo ndjekje penale këtë arsye të dhunës seksuale. Tash para mendoj për dikuj tjetër i cili as pak nuk e ka nivelin e edukimit i cili duhet me pas një zyrtar institucional. Përveç kësaj, kur një gru është ushtru dhunë ekonomike e tonë mbi të, janë ndihet shumë e pafuqishme me shku me raportu dhunën edhe me kalu në instanca të tjera, qoftë të besimit të fëmis, qoftë të divorcit, për shkak që ndihet shumë e pafuqishme ekonomikisht, ndihet që nuk mundet me i majt familje, ndihet që nuk mundet me siguru të ardhra të bollshme për fëmijët e saj. Në anën tjetër, vlen të përmendet që vetëm 2 ose 3% e grave në Kosovë kanë pjesë në trashëgimi. Kjo është një dobësi e madhe e cilave gratë i lën pa pronë, gratë i lën pa shtëpi, edhe gratë detyrimisht duhet me jetu në ambiente abuzive ose duhet me u kthy në ambiente abuzive. Po Kosova ka strehimore në rajone të ndryshme, po Kosova strehon viktima të dhunës në baza gjinore, mirë po me gjitha studimet, gratë viktima të dhunës nuk duhet me nejt në strehimore ma shumë se 6 muaj, për shkak që sado që e ka efektin pozitiv e ka dhe efektin negativ. Strehimoret në Kosovë janë të tipit të mbyllur për shkak të nivelit të rrezikut edhe për shkak të mbrojtjes. Nëse një grup rën e strehuar mbi 6 muaj në një ambient të mbyllur, gjendja e saj psiqike dobësohet edhe është shumë problematike tutje. Po strehimoret punojnë shumë me gratë që ato me u punësu gjatë periudhës që ato janë në strehimore dhe me u pavarësu. Mirë po prap se prap është një pikpyetje se sa punëdhënëse i marrë në punë ato gra. Përveç kësaj është të jetë e rëndësishme që gratë pësojnë kërcënime të vazhdueshme, posaçërisht nëse kanë fëmijë, që unë ta marr kujdesarinë e fëmijës, sepse unë jam më i fortë ekonomikisht edhe pasuria jam i mbulon krejt gjana çka fëmia i kërkojnë. Kështu që duke jetu në ambient të tillë edhe duke pas kërcënime të tilla të vazhdueshme është mjaftueshme e vështirë për një gru me shku në stacion të policisë edhe me raportu dhunën. Mirë po tek të gjitha rastet të cilat janë viktima të dhunës në baza gjinore, fëmia gjithmonë është nën kujdesarinë e nënës, sepse sipas Konventit të Stambollit dhe të gjitha ligjeve në fuqi, fëmijët njihen si viktima dytësore. Domethënë nëse gruaja është viktimë e dhunës në familje, fëmijët kanë jetuar në ambient të tillë, fëmijët e kanë dëgju rrahjen, fëmijët e kanë pa në disa raste rrahjen. Kështu që detyrimisht ata janë viktima të dorës së dytë. Edhe për me urujt mirëqenia e fëmijës, duhet me vazhdu jetën me nanën e tyne, në mënyrë që edhe fëmija të mos kenë rivektimizim tutje. Përveç kësaj, në Kosovë ka mbrojtës viktimave, ekziston urdhri për mbrojtje, janë dënimet që jipen tek dhunuesit e përmende urdhrin për mbrojtje, po kemi pa plot raste kur pikërisht përveç
që ka pas urdhërin, do të thonë i njëjtë e ka vrarë. Çka ka ndodhur me ato raste? Ka pas rast, ka qenë gruaja në ginekologji e cila është vrarë me urdhër mbrojtje, është Diana Kasrati e cila është vrarë me urdhër mbrojtje. Momentalisht nuk po më kujtohet ndonjë grua tjetër, po më kujtohen vetëm 2 raste, mirë po kjo është dështim institucional. Në momentin kur shohet urdhri për mbrojtje, policia e Kosovës është e detyrueshme me monitoru gratë me urdhër mbrojtje, me monitoru nëse ato kanë pas shqetësim, me monitoru nëse partneri i tyre është ofru, i ka kërcënu, i ka shantazhu, përveç kësaj do të me bo vizita të rregullta në familje. Përveç kësaj, në momentin kur nana është në urdhër mbrojtje, në disa raste janë edhe fëmijët. Qendra për puna sociale gjithmonë dështojnë me bo vizita të rregullta në familje, kur kemi të bëjmë me viktimat të dhunës në familje. Kështu që është një dështim institucional kur na vriten gratë me urdhër mbrojtje. Ligji i byllëzëkve është në fuqi prej 2013-s, mirë po tek tash ka ardhur në diskutim. Domethënë prej vitit 2013 ai ligj veç është miratuar dhe ka nejt në dollap të ministrive. Janë ardhur disa, a kanë ardhur disa, nëse s'gaboj ka qenë në raportim që kanë ardhur një sasi atyre byllëzëkve qaforëve çka duhet të quajmë. Për informatave të monitorimet që na kemi, byllëzëkt janë ardhur, mirë po hala është duke u ndërtu dhoma nga e cila bëhet monitorimi. Kështu që gjyqtarët hala nuk mundën me jap vendimin e ndjekjes së byllëzëkve të zbatimit të urdhër për mbrojtje për shkak që dhoma ku monitorohen rastet e tilla ende nuk është bë. Nga gjitha këto raste që përmend Besa sa e mirë kanë në deklarata e duan neve na la shumë pak mi bë pyetje edhe shumë mirë, që kjo është fuqia e mbështetjes së femrës apo jo. Sot po tingëllojmë shumë femërore, po jemi tu fol për një problem i cili është u bë veç po zërohet edhe veç po shkon çdo herë tu numëru. Tash kemi kaluar në numërimin e vrasjeve të grave, kemi basi edhe një ka filluar fatkeqësisht me u basi diçka që jemi mësu me këtë punë, po nuk duhet me mësu. Raportimi kur bëhet 51, 52, 53, sepse ka kaluar në numër të madh doon. Po deshta besë shumë shkurt më të pyet e kom pa edhe vetë në mënyrë të drejtë për drejtë, por edhe si gazetare që qenë për punë sociale, edhe stafi që janë ato të punum, mu nuk më duken që janë dhe edhe nga deklaratat e vetë personave që kam pas punë me ta, shpesh herë ngec e gjithë procedura e takimit me fëmijët e babës, mandej nanës deri sot janë, e kur në herë ka ndodhur ndaj dhunë tjetër tek fëmijët nga baba. A është pak neglizhencë dhe mos kujdes i vetë qendrave të punë sociale. Padyshim që është qendra për punë sociale vazhdon të jenë më skandaloze për institucioneve që na kemi në Kosovë. Përveç kësaj, na jemi dëshmitar që qendra për punë sociale shpeshherë munduan edhe me sanu raportet mes burrit edhe mes gruas kur ka ndodhur dhuna. Kjo është ndaluar me ligj. Mirë po ato mundohen me bu. Përveç kësaj, na jemi dëshmitar të kur gjykatësi kërkon qendra për punë sociale me bëni raport edhe me lyp një mendim se kujt do të me ju besu fëmia, na jemi prezant në seanca gjyqësore kur zyrtari i qendrës për punë sociale thotë që fëmia do të me ju besu babës, është më i fortë ekonomikisht. Domethënë në Kosovë ende konsiderohet që mirëqenia e fëmisë është që aty ku janë paret edhe që aty ku është baba. Mirë po mirëqenia emocionale e fëmisë nuk mirret parasysh as pak. Këto janë mjaftueshëm disa prej problematikave që na i shohim vazhdimisht te qendra për punë sociale. Përveç kësaj, na shohim gjithmonë që ka edhe vënesa edhe nuk qëndrojnë në zyret e tyre kur takohet baba dhunues me fëmijët, nuk qëndrojnë punonjësit e qendrave për punë sociale. Kjo është një problematik tjetër, sepse në raste të tilla baballarët shpesh herë mundohen me i mashtru fëmijët me dhurata luksoze ose me fol keq për nanën e tyre, i mushin mllaf, edhe kjo detyrimisht ndikon në mirëqenien edhe në psikologjinë e fëmisë, duke e dëmtuar atë në aspektin emocional, jo duke i bërë diçka tjetër. Kështu që neve na kanë treguar viktima të shumta që ka ndodhur kjo gjë, mirë po zyrtarët e qendrave për punë sociale nuk kanë qenë aty. Domethënë, nëse baba apo e dëmton psikologjinë e një fëmije, gjykatësi ka të drejtë me kërku të tërheqjen e plotë të kujdestarisë. Domethënë baba nuk mundet me i taku me fëmijët sepse është i dëmshëm për fëmijët. Mirë po na nuk kemi mjaftueshëm bazë në çka me u mbështet kjo, sepse zyrtarët e qendrave për punë sociale nuk e kryjnë detyrën e tyre siç dohet. Vlen më theksu e donë që këto mbështetjet juridike që jep rrjeti grave, për gjitha gratë janë pa pare, falas. Po. Kanë qenë sepse shpesh herë problemi ndoshta e merr guximin me hap si rast, por mandej seancat po duhet mi pagu besuart edhe unë e di që ju e keni bërë këto në mënyrë më të mirë sa keni mujt.
Po që përmenda ma herët, avokati është i angazhuar thuajse në baza vullnetare, mirë po na prapë kemi një pak simbolike për avokatin tonë. Viktimat gjithmonë janë të lirume prej pagesave gjyqësore, mirë po janë të lirume edhe nga pagesa avokatit. Na marrim përsi për landën, bojmë qatë sa mundemi në maksimumin tonë me bo, në mënyrë që landa me u kry konform ligjeve që ne kemi në fuqi dhe më shku gjithçka që shdohet. Apja bë një pyetje, apja bë e donë. Një tjetër, a diçka më kujtu? Rjeti i grave quhet dhe s'ka qysh ndryshe, s'është i burrave kjo po i grave. A ka ndodhur në rast që në një formë apo tjetrën dikush me kërku nga ju, qoftë edhe në mënyrë jo të drejtë për drejtë, me reagu për vrasjet e burrave që po ndodhin, sepse tash mos tingëllojmë vetëm feministe, vrasjet të burrave dhe të grave, ajo është vrasje, sidoqoftë. Por duke i ditë këtë sulmin e madh që po i atribuohet grave, normalisht s'mujna me lëmë pa e fol. Qysh ndodh kjo pjesa? Ndodh në ajo me reagu edhe me diskutu edhe për vrasjen e burrave si rjat? Do të me pa motivin pse ndodh vrasja e grave dhe pse ndodh vrasja e burrave. Kur burrat vriten, ata vriten për pronë, vriten për pare, vriten për krejt kontekste të tjera. Kur gratë vriten, gruaja vritet veç pse është gru. A dhe domethënë është komplet kontekst i ndryshëm. A din që të kur vritën burrat ja lajnë fajin grave, thonë u vranë për grave, për famën. Ka komente të tilla të lloj-llojshme, mirë po këtu asnjëra nuk qëndrojnë. Për shkak që burrat nuk e kanë çat lloj të problematikave, ata vriten krejt për çështje tjera, vriten për droga, vriten për çështje të lloj-llojshme, mirë po gratë nuk janë fajtore asnjëherë pse ato vriten. Përveç kësaj, rjeti grave ka pas reagimin e fundit për konfiskimin e armëve. Kjo është një prej problematikave më të mëdha, domethënë burrat vriten për çfarëdo çështje të tjera që ata kanë, çka mundemi edhe çka ish dashur me bosh konfiskimi i armëve. Gratë po na u vritin veç pse janë gra. Domethënë jeta e grave, qysh prej kur halep je pa lind, jeta jote si gru vazhdon me qenë në rrezik. Edhe kur je bebe, edhe kur je adoleshente, edhe kur je në shkollim e sipër, edhe kur bosh non, edhe kur martohesh, domethënë për gratë nuk i siguri në asnjë aspekt të jetës tone. Kush po na mbeten kërcënuesit e tonë më të mëdhej, kërcënuesit e tonë më të mëdhej janë burrat. Për shkak që gratë nuk janë të sigurta me dalë në rrugë, nuk janë të sigurta, posaçërisht po flas për veten, në momentin kur bjan terri në tokë, në Prishtinë nuk je i sigurt me dalë kërkon. Për shkak të rasteve të shumta të ngacmimeve seksuale, sulmeve seksuale, dhunimeve. Besa tu i pa këto rastet e fundit, po m'duket më të pasigurta jemi në shtëpi. Shtëpia mbetet definitivisht më e pasigurtë, sepse dhuna ndodh brenda mureve, vrasja të ndodh brenda mureve, edhe nëse ka persona të tjerë prezant në shtëpi kur e shohin që pezo shembull familja e burrit, kur e shohin që burri po e keq trajton gruan një person tjetër, aty ata nuk ndërhyjnë për me rregullu problemin, për me largu viktimën, e shohin problem mes dy personave edhe detyrimisht arsyetojnë djalin e tyre sepse është djali i tyre. Kështu që padyshim që shtëpia mbetet vendi më i pasigurt për gratë. Edhe fundi çka tash pas këtij rasti? E kemi pasë protestat, nuk është që kanë pas. Protestat janë thirrje institucionale në mënyrë që institucionet me kry punën e tyre ashtu siç duhet, në mënyrë që institucionet me e largu mendsinë e tyre patriarkale në momentin që hyjnë në institucion, edhe me ofru mbrojtje dhe siguri për gratë. Ajo se çka tjetër është tetë e rëndësishme me u bojmë thirrje që gjitha gratë të cilat kanë kërcënime, të cilat kanë shantazhe, të raportojnë rastet e tilla në policinë e Kosovës. Përveç kësaj bojmë thirrje të gjitha gratë të cilat janë viktima të dhunës në baza gjinore të kontaktojnë rrjetin e grave të Kosovës për më ju informu për të drejtat e tyre edhe mbi të gjitha me ju ofru mbështetje ligjore. Obes, faleminderit shumë që ke qenë pjesë e emisionit tonë. Emisioni është kriju pikërisht për me diskutu tema të ndryshme të cilat quhemi e flajmë me këto probleme e nesërme funksionojmë që duhet për shkak që kemi frikë gjitha këto, duke ditë kohën tonë të kufizume. Unë na po t'lirojmë nga sot, duke vazhdu më pas me edonën në anën sociologjike se qysh ndodh gjitha këto, edhe unë të ftoj që me ardhë me qenë pjesë e televizionit tonë so herë që rrjeti grave ka për të dhënë apel, për të dhënë mesazh, edhe me pas shtëpinë tonë si një shtëpi të dytë të rrjetit që mundeni me i trajtu temat të cilat
na i bashkëndjejmë se cilin prej. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit shumë për këto fjalë, faleminderit shumë që japni kohën e mjaftueshme televizive në mënyrë që me u fol për dhunën në familje dhe dhunën në baza gjinore. Kjo është mbështetja më e madhe që mundeni me bëu për gratë. Faleminderit Besa, faleminderit shikues të dashur, po e përshëndesim Besën duke i uruar një ditë të mbarë dhe punë të mbarë, duke ditë edhe angazhimin e gjitha grave dhe gjithë stafit në rrjetin e grave. Ne do të ndjekim bashkë një kronik të përgatitur nga gazetari Vala Jazi, ku përfshihen vrasjet e fundit fatkeqësisht dhe do të kthehemi më pas në studio për diskutuar edhe tutje temën e njëjtë me Edonën në cilësinë e sociologës, po edhe në cilësinë e femrës, në cilësinë e gazetarës. Shihemi pas pak. Na s'kena prit, për aneje kena ditë që kemni, armik, për kënej s'kena prit kur gjo. A mojt orë maj herë? Ja, pak. Mëngjesi i sotëm në rrugën Galip Badivuki në Vushtri për dallim prej natës së kaluar tashmë është e qetë. Gjatë natës së mbrëmshme, siç u raportua, kishte mbetur i vdekur Ardit Zymberaj, 19 vjeçar nga Dorasi B.D, i cili tashmë është duke u mbajtur nga policia e Kosovës, pra është duke është mbajtur në paraburgim. E të njëjtit gjatë natës së mbrëmshme ja kishin konfiskuar armën me të cilën dyshohej që e kishte privuar nga jeta në këtë vend Ardit Zymberaj, si dhe pas bastisjes në shtëpitë e tij, siç raportohet nga policia e Kosovës, është bastisur edhe një armë e madhe me 5 pluma. Deri më tani e gjitha që ne çfarë dim, Ardit Zymberaj është nga fshati Dubovze, si pas banorëve dhe shokëve të tij, të cilët nuk pranuan që të flasin para kamera. Ata thonë që Arditi ka qenë jashtëzakonisht një djalë shumë i mirë dhe nuk ka shkaktuar probleme asnjëherë, po ashtu vlen të theksohet që Arditi ka qenë edhe ish lojtar i FC Mitrovica, ku të njëjtit edhe kanë ngushtuar me një telegram ngushtllimi. Po ashtu edhe për Dorasin B.D, deri më tani thuhet që ai nuk ka pasur asnjë problem më herët me dikën, mirë po e gjithë motivi i kësaj ngjarje mes Ardit Zymberaj dhe B.D thuhet që ka ndodhur shkaku i një vajze, identiteti i së cilës deri më tani nuk dihet. Apo më tregon tashmë të ndjerin Arditin edhe tash Dorasin Bleunin, a ke mujta, a ke pasur rasin me njoft të dytë? A kanë qenë problematik dhe cilin e ke pasur në gjenerat, basi? Këtë viktimen e përnjohë dhe simptomi është. Nuk është që e përnjohë shumë në thonë, o më e këmë ditë që nuk është problematik në thonë. A Dorasin e këmë pasur shkollë, në gjenerat nuk e këmë pasur, e këmë me i, po e përnjohë se shumë gjallë mirë është problematik nuk u konë. Ta shë ka më të pasur, ata në me vetë nuk di, po që përnjohë të nënës nuk e besova që e kishë më gjithë në semë. është të u flit që për një vajza, ke qenë në djenite për këtë ta? Ja. Si më kanë rreda është. Bile shumë bëllë për njëtë për alësim shtë që ka ndodhë. A mojt armë maj herë? Ja, pak. E familjen e ti ajnje? Shumë pak. Shtu e në familje e mire di, se që atë e kam pas shpinë over shkollës, e kam pas një biznes vëgën, e di që shtu e shumë njerës mirë, po për ma shumë së në di. Jam Nusret Zymeri, jem familjar, djali vllaut ka qenë, Arditi. Thash edhe ma herët, informat zyrtare nuk kemë deri me tani. Nuk kam fjallë, thasha, më i mjë thonë, po informat zyrtare nuk kemë hala, nuk e di as që shka ndodhë, as të ka ndodhë. Fjallë keqe, mund keqe, s'kem pas me kërkan. Absolut, deri me tani, nuk kena pas me kënë me njerit lemë për as fjallë të keqe. Ju përdini edhe për familja ju kush je,
i familjes mirë, na s'kena prit, për aneje kena ditë që kemni, armik, për kënej s'kena prit kur gjo. Ndërkohë që familja Zymberi tashmë ka hapur pamjen dhe po pret njerëz të cilët janë duke ardhur për ta ngushëlluar familjen e tashmë të ndjerit Ardit Zymberi. Deri më tani nuk kanë asnjë informacion zyrtar. Arditi vorroset sot pikërisht në fshatin e tij në ora 16. Ndërkohë, për dallim prej të pamës tek shtëpia tashmë të ndjerit Ardit Zymberi, shtëpia e dorasit apo vrasësit të tij, Blon Dibrani, është në heshtje gjatë ditës së sotme, nuk ka asnjë lëvizje të vetme qoftë nga familjarët e tyre ose edhe qoftë në biznesin e tyre që e kanë vetëm 5 metra afër meje. Deri më tani ajo e gjitha krejt që ka dihet është që Bleoni e ka pranuar që ka kryer vrasjen drejt Ardit Zymberajt. Unë dalë këto dhe u privua nga jeta nga Arsim Morina. Raport punë dhënës, punë marës kanë qenë. Në nënkalim kishte qenë edhe një grua tjetër me një fëmijë që kishte qenë dëshmitare e rastit, kur e kishte parë të gjithë ngjarjen se çfarë po ndodhte mes Arsim Morinës dhe ish-punëtorës së tij Nezhmia Haradini. Pas vetës la të re fëmijë dhe bashkëshortin e saj në fshatin këtu Stanavc. Dita e djeshme ishte dita e fundit për Nezhmia Haradini, e cila do të shkonte në shtëpinë e saj në Stanovc të Vushtrisë. Mirë po e njëjta u ndal këtu dhe u privua nga jeta nga Arsim Morina, e i cili më pas ai privoi edhe veten e tij nga jeta. Ne si familje jemi duke pritur edhe raportin e adopcionit dhe pastaj për të vazhduar me procedurat e varrimit, ndërsa nuk kem çka më shtu se ato që e kam thonë dje, ajo qëndron dhe faleminderit edhe për angazhimin edhe për zbardhjen që e keni dhënë edhe e keni thonë vërtet. Është gjendje emocionuese, nuk janë mirë, po Zoti ka dashur kështu dhe duhet ta përballojmë. A jeni në dini çfarë raporti kanë pasur dorasi me viktimën? Raport punë dhënës, punë marës kanë qenë. Raportet mira kanë pas, nuk kanë pas ndonjë problem, po çka kanë ndodhur? A keni sot me fol me familjen e dorasit? Jo, s'kemi kurfar kontakti. Detajet të tjera të thëna nga familjarët e tashmë të ndjerës Nezhmia Haradini janë se gjatë ditës së djeshme në nënkalim kishte qenë edhe një grua tjetër me një fëmijë që kishte qenë dëshmitare e rastit, kur e kishte parë të gjithë ngjarjen se çfarë po ndodhte mes Arsim Morinës dhe ish-punëtorës së tij Nezhmia Haradini, ku tashmë po ashtu i ndjeri Arsim Morina kishte shtënë me armë zjarrin në drejtim të gruas dhe fëmijës, mirë po fatmirësisht nuk ka mundur që plumi i tij t'i kapi edhe ato, sepse kishin qenë dëshmitarët e vetme që do e tregonin ngjarjen se çfarë kanë parë me sy, ku edhe ky shkak e ka çuar Arsim Morinën pra që ta vetvret edhe veten, pasi që e kishte privuar nga jeta zonjën Nezhmie Haradini. Ndërkohë që unë aktualisht gjendëm në biznesin ku zonja Nezhmie kishte punuar për plot 8 vite së bashku me bashkëshortin e saj. E përgjatë 8 viteve, Arsim Morina i kishte larguar me qindra herë nga puna, ku në periudhën e fundit kishte bërë kërkesën nga Nezhmia Haradini që të rikthehej prap në punë, mirë po e ndjera nuk kishte pranuar dhe duke u punësuar dhe kishte marrë vendim të punësoj me njërën prej gjelltorëve pikërisht në këtë rrugë. Jo, më imi që ditë më pas ka pas njëri më të mirë, ne ka befasu.
bashkëpirt mirë s'ka pas, jo si ekonomik, që vetë jo tjerë. A qeni martu? Në? A ka qeni martu? Kjo arsimi, a ka qeni martu? Po, një kur problem që tu s'ka pas. Unë e qej 28 vjetë. Ndërkohë që në familjen e Arsim Morinës, përveç që nuk pranon askush që të bisedoj me ne para kamere, ata e kanë hapur të pamën ku janë duke i pritur familjarët e tyre, ndërkohë që as prindi Arsim Morinës nuk pranoj që të flasë, madje nuk e ka ndërmend ta pranoj askën tjetër. E gjitha çfarë u tha është nga familjarët, sidomos nga dhëndri i Arsim Morinës, ata thanë që ai nuk ka qenë asnjëherë një person i cili ka sjellur të lashe brenda shtëpisë ose si diçka të ngjashme, me një fjalë ata janë habitur nga veprimi i tij që ka bërë gjatë ditës së djeshme. Ndërkohë që gjitha ajo që dim deri më tani janë të gjitha këto detaje sa i përket vdekjes në xhmia Radinit, e që e ndjera do të varroset gjatë ditës së sotme në fshatin Stanavc në ora 17, duke kujtuar që ajo pas vetes la 3 fëmijë dhe bashkëshortin e saj në fshatin këtu Stanavc. Po më bashkë një kronik që pasqyronte të gjitha ngjarjet që ndodhen në qytetin e Vushtrës dhe atë në qytetin e Prishtinës, brenda pak orësh ndodhen 3 vrasje, por këto janë vetëm duke mos i llogaritur edhe ato të tjera të këtij viti dhe një viti më herët. E doon veç po shtohen. Po shtohen edhe po besoj fatkeqësisht nuk mendoj që kanë me u ndalë. Duke marrë parasysh mendësinë me të cilën funksionojmë si shoqëri, pavarësisht gjitha thirrjeve edhe kjo po mendoj e cekë edhe besarta më herët që kjo është mënyra me të cilën na si shoqëni jemi rrit. Do të thonë pavarësisht që ndoshta një gru nuk bën veprime të dhënshme, mirë po mendësia që ajo ja fut fëmijës vet, do të thonë është mendësi patriarkale. Do të thonë një fëmijë në Kosovë rritet me qatë idenë që baba është një çaj personi, çaj autoriteti i cili e kontrollon, do të thonë krejt anëtarët e tjerë të familjes, përmes mënyrave të ndryshme, qoftë edhe prej dhunës, sepse realisht në familje nuk ndodhe dhuna vetëm mes burrit edhe grus, po ndodhe edhe anës dhe djalit, edhe të fëmijëve, sa që bile sipas raportimeve, dhe me thonë dhuna më e madhe shkaktohet pikërisht te fëmijët, por që për shkak të moshës nuk është që fjalët e tyre merren ndoshta shumë për bazë, sepse mendojnë që egzagjerojnë, po realisht dhuna më e madhe, dhe me thonë ndodh tek ta. Kur jena donë të këto, se për ndërhyjnë ashtë të pjesa e dhunave dhe jo vetëm mes burrit dhe gruas, për babës e djalit e vajzës e nanës e djalit e nanës e shpesher kemi pasur raste që nana ka shku është bë për spital për djalit vetë. Sepse nana ka kërku me bë ndarje të pronave për të djemt dhe njëri nga ta nuk është ndi aq mirë me ndarjen e pronësisë, sa që në zgjedhjen e ka gjetë të errë nanën, që është për marrë, jo për marrë, është për marrë, është për mu dënu. Këtu s'ka për marrë për gjëna, këtu duhet dënohet edhe kushdo që i kryen dhunën. Nuk kemi të folë vetëm për meshkujt, sepse po t'ingllojna kushdo që i kryen dhunën. Në këtë rast them edhe femrat edhe meshkujt. Dhe te ne dhunë më herët sepse e liruam mysafiren tonë besarta nga rrjeti grave që ishte mysafire. Të regonte që shpesh herë gratë mandej ballafaqohen edhe me çështjen e pronës që nuk ndahet që takto. E paramendo kur një grua, një motër, një hall, që do i bjen ajo kërkon diçka pronë nga pasuria për bashkët, në momentin që s'mujnë me rregullu me fjalë, atëherë përfundon me dajak apo çka do qoftë ajo. A dhe na të kujtohet rasti ku diskutua çështja grua, zonjë, non, prindi, non dhe bab, grua dhe burr, që është kjo se harova. Ka pasur shumë polemikë dhe deklarime për çet punë, që e diskutuan duhet të jetë prindi grua dhe non, dhe baba. Jo, për shembull, kur shkon te mjeku, thot emri prindit, ti thu për shembull emrin e nanës, Valentina, thot të prindit. Po realisht ç'ashtu. E prind kush është këto prind? Pavarësisht që
pa dasht me largu këtë babën, dhe me thonë, prej përgjithësive, po na e dim krejt që bara kryesore bjen mbi nanën në këtë rast. Edhe pavarësisht gjithave, tash po flasë edhe prej përvojës personale, vajza jam kur shkon në shkollë, normalisht që prindi, kur i thuhet prindi, ajo e thot emrin e babës. Këtë probleme kom pas edhe gjatë regjistrimit vajzës, që si nanëve të ushqyse, kam dash që vajzën me pas në mbiemrin tem personal, edhe nuk më është leju. Dhe me thonë, pavarësisht që vajza dhe me thonë jeton me mua dhe e kam tregu dhe me thonë krejt rastin, nuk është leju prej personave aty që kam punu, me idenë që jo nuk guxoj me ta qitë ty fëmin, pa qenë edhe baba këto me ta leju. Dhe me thonë, këto roli i babës është i pa diskutushëm. Dhe me thonë, pavarësisht nëse është pjesëmarrës në gjitha vendimarrjet. Pavarësisht që ndoshta i njëjti nuk interesohet, ose thjesht nuk duket askund, prapse emri bab, dhe me thonë e ka atë peshën që në shoqërinë tonë nuk mundet me u zavendësu. Me sa kam pa, me ligjin e ri të familjes, është bo një farë lejimi me quj ashtu, që mundesh për shembull me regjistru fëmin në mbiemër të nanës, po edhe të babës, në dëtë, në të njëjtën kohë, po jo vetëm të nanës, përderisa nuk ta lejon prindin, këtë rast baba. Pra është diskriminuese? Po. Sepse po bën kur mbiemrin të dy të vime nga një mbiemër të vetë, kur të martohen dhe vendosin me nda dy mbiemra. Deri vonë është diskutuar pse gruaja mi pas dy mbiemra, edhe të çiknisë edhe të burri. Për shembull, ku e diun çfarë do qoftë Berisha, Gashi, pse duhet mos me mbajt dy mbiemra, po vetëm një. Do thotë, momentin kur martesën e konsiderojnë si çështje pronësore, është e jamja dhe ç'ke punë. Po, gruaja domethënë konsiderohet si pronë edhe qysh e përmendim në shoqërinë tonë si rob. Domethënë momentin që ti shkon te burri, ti domethënë bosh rob i burrit, edhe normal që duhesh me marrë me mbiemër ti me krejt. Po. Tash po bëmi realiste, ti je sociologe edhe më së miri din këtë pjesën, këtë anën e profilit tënd, por edhe sociologe dhe gazetare je përfshime në të dy aspektet. Edhe nanën, edhe famën, edhe krejt. A është e vërtetë e duan që jemi që bullizimet dhe atakimet, sulmet, nuk po foli fizike, por morale, më së shumti kohëve të fundit fatkeqësisht janë të ardhur nga femrat. Për femrën. Po, e vërtetë. Atëherë çfarë mbështetje duhet me marrë? Veç me hyn komente në për këto rrjetet sociale dhe krejt shpërfaqe çaj far mlefi, çaj far po më vjen keq me çuq kështu, po mlefi që e ka gruaja për gruan. Do të thonë, kjo është pikërisht që e përmenda merë, do të thonë mënyra qysh po e fos edhe vetën këtë pjesë, qysh na jena arrit. Dhe pavarësisht që ndoshta një gru nuk mundet mu qu me fizikisht me ra, për shembull, bashkëshortin ose po mënyra qysh ja fut fëmis në kry, dhe me thonë që atë idenë që baba ose vllau, dhe me thonë e dim krejt që me një familje të madhe ku ka vlezër motra, dhe me thonë motra gjithë janë ato cilat e ndëgjojnë vllaun. Dhe me thonë ajo është një farë autoriteti. Qush ko bëma një qebe, qush ko bëma një bërtuj, e kush e banë ta mas shumë të pikërisht gratë e bojnë. Qu birja djalit, ujin, qu birja djalit këta, bënja këta, se kjo është djal. Aden, ton konë, dhe me thonë na jena formësuve që ashtu, kështu që une nuk i vë fajtore një farë forme, sepse kjo është veç e trashëgume. Po du me nda me shiku si tonë dhe me të regu e donë s'na ka ra me diskutura dhe kësaj qështje. Para disa dite kam pasur një takim me Atifete Jahjagën, që kishte mbledhur bashkë me fondacionin e saj edhe gratë të tjera gazetare, edhe për herë të parë e bani një rrëfim të jashtëzakonshëm për krejt nismën e saj si police, si presidente, si gru e divorcuar dhe gjykimet që i ka marrë nga gjithë njerëzit për rreth. Dhe thoshte që për pamjen time dhe transformimin tim në çfarë do forme, më së shumti ka marrur këto bullizimet nga gratë, sepse edhe ishte shumë e arsyeshme se thoj ke
shtiklat, make-upin, ngrimit thëke nuk është që e vrejnë burrat. Dhe normalisht s'kan me ta vrejt ata se ti çka ke përdorur. Tha edhe une, më falë, tha, me mu, tha, mediat nuk janë marrë se qysh po e përfaqëson Kosovën jashtë, ose sa shtete na ka një hoxhat mandatit tim, thëke ajo. Thëke po janë marrë çdo ditë, a kon vesh çfarë të brendshme kon vesh, a kon vesh të brendshme, çfarë i posedoj, pse kjo pesh, pse ajo pesh, tha, edhe unë them tha që fatkeqësisht që nga ardha ime në policie deri tash, presidente thot që ka qenë krejt sulmet i komarrën nga femrat. Edhe Po, bëtë apel që kjo mos më ndodh. Po, shihet si objekt, si pamje, si dukje, dhe normalisht që çdo ndryshim andej komentohet. Po që kjo domethënë ka qenë edhe vazhdon me që një prej luftrave më të mëdha të rrymave të feminizmit, domethënë që ky motërzimi mes vetë grave për me ndalu qëtë, ndoshta keq me qujt, po qëtë urrëtien që gratë e kam për gratë. Mes njëra tjetër, definitivisht. Unë e di që kjo s'ka me qenë diskutimi i fundit në emisionin tonë detaje. Po shpresojmë që jo për vrasje dhe për dhunë. Jo për vrasje, por do të diskutojmë për secilin të drejtë më së pari familjare, sepse familja është e shajt dhe kështu jemi krijuar edhe na. Familjare, mandej fëmirore, e gjitha këto, sepse shkon në zinxhiror, apo jo? Po, normal. Diçka është nisan jemi na këtë sot. Kemi me diskutuar sikur se dashur për secilin jo vetëm problem, por edhe të mira, dhe të arritura, edhe gjithçka tjetër në emisionet tona të radhës, bashkë me Edonën, me Elden që jemi bërë një treshe, që nëse unë se kam njërën e kam tjetrën dhe kështu funksionon ashtë mirë, apo jo Edonë? Po, padyshim. Dhe të shihemi në tjetrin emision, dhe bashkarisht me Edonën një urojmë një mbrëmje të këndshme, dhe kështu do të takohemi e do diskutojmë për gjëra të ndryshme. Mirëmbëjtje deri në takimin tonë të radhës. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.